Po, shiko, shumë e guximshme, ç'ne 1300 një? Siç ta thash, është dhurata e parë që i kam bërë vetes, edhe 1300 që sa kishte dalë. Ka qenë o i pari o i dyti se ma kanë komentuar këtë pjesë dhe nuk dua t'i bjem qafsh ose ka qenë dikush tjetër i pari që e ka futur në Shqipëri, që ka bler 1300-in. Me GS-in unë jam e dashuruar si motor. GS, BMW. Edhe doli ky, e pash, edhe kisha dy opsione. Ishte gabim i rënd, ndoshta, po nuk bëhem pishman. Ose do merja motorin, isha pa mjet në atë kohë, nuk kisha asnjë motor, asnjë makinë asgjë. Ose do merja motorin, ose do investoja në një ambient, po aq sa që kam tani, tjetër, të dytë. Dhe bëra një llogari shumë të thjeshtë. Jo, nuk u egzaltova nga qefi hajde marr motorin, por në atë moment që unë siç po e trajtoja biznesin, nuk ndihesha e sigurt nëse ajo që do hap do më ngrej apo do më fundosi edhe këtë që kam në aspekt menaxhimi, në aspekt stafi. Dhe gjithë ky stresi edhe pas 2-3 vitesh vetëm construction te palestra se kam rikonstruktuar 3 herë, shumë lodhje, më kishte rënë shumë edhe dëshira për të dalë, për të bërë pushime, dhe unë ndihesha gjithkohë sikur duhet jem te puna, thash okay, ti ke nevojë për diçka që ti escape, të ta bësh që sa herë ti hipësh mëngjes, edhe ti kesh punë, shkosh me qef, shkosh e lumtur. Edhe realisht ajo ndodhi. Po ta marr, kam punu shumë pasi mora motorin, sepse sa herë dal te puna që e shoh ose në mëngjes që e marr për t'ikur në punë, them okay, këtë e kam bërë vetë. Jam shumë e lumtur që ja kam dalë, sa ja kam bërë qefin vetes.